kur fëmijët luajnë, tregojnë më shumë se sa kur flasin. Kjo është arsye pse unë kam zgjedhur sot të luaj 4 lojra të ndryshme me Unë jam Ailin, unë jam 6 vjeç, shkolla ime ka emminuat, edhe unë jam në klasë të parë. Unë jam Aivil, jam 6 e gjys, jam të shkolla e kuqe dhe jam në klasë të parë. Okej. Sot kemi zgjedhur të luajmë 4 lojra të ndryshme. Lojrat janë imagjinata, ndjenjat, shkolla dhe përgjigjet e shpejta. Me cilën lojë dëshironi të filloni? Me shkolla. Me shkollën. Të pëlqen shkolla, Aidi? Po, shumë. Cila lojë të pëlqen më shumë? Abetare. Abetare. Okej. Shkollën. Dhe zgjidh një nga kartat e shkollës. Okej. Do ua lexoj unë, pa problem. Okej. Fillojmë me pyetjen tënde, Aidi? Okej. Ta lexoj? Okej. Nëse do ndryshoje një rregull në shkollë, cili do të ishte? Do me thënë që të rrim si të dua. Nuk ke dëshirë të rrish gjithkohës me duart? Pra do me thënë kështu gjithkohës. Nuk të pëlqen. Si do doje ti të ishte rregulli i ri? Që fëmijët të rinin sa më lirshëm në bak. Okej. Po pyetja jote, Aidi? A ka një moment në shkollë ku do doje të ishi i padukshëm, mos të dukesh e fare? Pa mos të shikoja zyshëm. Pse s'do ta shikosh zyshëm? Sepse kur shpjegon zyshëm do ta dëgjoj. Prandaj do ta shikoj. Ti nuk ke dëshirë ta shikosh fare zyshëm? Po do ta shikoj që do ta bëj detyra të mirë. Prandaj e shikoj zyshëm. Ke dëshirë ta shikosh zyshën apo jo? Po. Ke dëshirë. Po diçka që nuk do doja ta shikoje në shkollë, të ishte padukshme. Nuk do ta shikoja si ishte shumë i mërzit. Nuk do ta shikosh zyshën kur je i mërzitur? Po. Do zgjedhim një pyetje tjetër? Një kartë tjetër? Okej. Zgjidhni një nga pyetjet e tjera. Okej. Të pëlqen të luash vetëm apo me shokë në shkollë? Me shokët. Me shokët. Cila është loja jote e preferuar? Do me thënë zombe që t'i kapin. Ti luani shpesh? Jo. Okej. Nëse problemi nuk zgjidhet, a e vazhdon lojën apo e lë aty? Kur ti ke një problem për të zgjidhur? Jo, po e vazhdoj. E vazhdon? Po. Derisa ta zgjidhesh? Po. Kur ke një problem për të zgjidhur, të pëlqen ta ndash me shokët, të ndihmoj dikush apo ta zgjidhësh vetë? Të më ndihmoj dikush. Të ndihmoj dikush? Po. Okej. Dhe kjo pyetje është e përbashkët. Nëse shoqja jote apo shoku yt ka një ide që ty s'të pëlqen, çfarë bën? Nuk më pëlqen mendimi që e kanë ato, po i them bëjmë një gjë tjetër. Jep mendimin tënd. Po. Po nëse shoku nuk pëlqen mendimin tënd, çfarë bën? Do me thënë i them, nëse do më të vazhdosh një tip me mendimin tënd dhe pastaj vazhdoj me unë me mendimin tim. Luani lojën që do shoku, pastaj vendos të luash edhe lojën tënde. Po. Aivil, e njëjta pyetje edhe për ty, që do të thotë, nëse shoku yt ka një ide që ty nuk të pëlqen, një ide për të luajtur, çfarë bën? Vendos të luash lojën që dëshiron shoku apo ti i shpjegon se kjo loja nuk më pëlqen, por dua të bëjmë një lojë tjetër? Po më pëlqen, po kur thot shoku na do lodhim, unë i them po. Pa e ditur se cilën lojë do luash? Po. Të pëlqen thjesht të luash me shokën? Po. Okej. Kemi dhe 3 lojra të tjera për ndjenjat, përgjigjet e shpejta dhe imagjinata. Imagjinatën? Po. E vazhdoj me imagjinatën? Po. Fjalën do? Cilën dëshiron? Këtë. Okej, mund të zgjedhim edhe ndjenjat, ndërsa Aivili mund të zgjedhë imagjinatën. Okej. Kush do vazhdoj pari?
Po një. Jo, s'ka gjene të vazhdojnë. E sigur? Po. Okay. Cilën do zgjedhësh Ajvi? E këto. Përgjigjet e shpejta. Okej. Ajvil, ty të pëlqen të fitosh në lojë apo thjesht të luash, të kënaqësh gjatë lojës? Të fitoj. Të pëlqen gjithmonë të fitosh? Po. Po nëse nuk fiton, çfarë ndodh? Nuk mërzitet. Nuk mërzitesh? Asnjëherë s'mërzitet. Okej. Po, Ajlin, çfarë do zgjedhësh? Zgjedhja e Ajvili. Të ndjenja. Në lojë, të pëlqen të jesh lider apo thjesht një shok i mirë, që loja të vazhdojë më tej? Një shok. Do me thënë një shoqe mirë. Të pëlqen të jesh ajo shoqja e mirë që loja vazhdon, kënaqesh gjatë lojës, dhe nuk ka rëndësi kush e drejton lojën. Po. Po. Okej. Do vazhdoni me këtu apo jo? Po. Cilën do zgjedhësh? Të- Atë? Okej. S'ka gjë, bëj kupën ty. Ma jep. Të pëlqen të vraposh apo të mendosh? Të vrapoj. Po t'ja Ajvi? Ajo unë thëmë se Alini të vrapoj. Të pëlqen të vraposh? Po. Okej. Kam qenë shumë. Në një lojë, Ajlin, të pëlqen të ndihmosh apo të fitosh? Të ndihmoj. Të ndihmosh. Po t'ja Ajvi? Të ndihmoj. Atëherë në një lojë ti ke dëshirë të ndihmosh shokun edhe nëse e humbet fitore. Po. Deri tani kemi bërë 2 lojrat e para, lojën me shkollën dhe lojën me përgjigjet e shpejta. Cila nga lojrat ju pëlqeu më shumë? Të dyja, po. Lojrat që na kanë mbetur janë loja me ndjenja dhe imagjinata. Cilën do doni të zgjidhni? Te. Ndjenja. Okej. Ajlin, kur mërzitesh çfarë bën? Mikit e dhoma edhe ri vetëm. Vetëm. Po. Të kalon mërzitja vetëm? Po. Po të flasësh me mamin ose me babin. Me kë flet? Me papin. Me babin. Të ndihmon babi ta kalosh mërzitjen? Jo, e ndihmoj vetën. Në çfarë mënyrë ndihmon vetën? Do me thënë mendoj se që kam bërë dhe. E kupton se pse je mërzitur? Po. Na tregon dot një ndodhi një ngjarje që të ka mërzitur dhe pastaj e ke kaluar me veten. Nuk e mbaj më. Nuk e mban më? Ja. Çfarë të mërzit më shpesh? Do me thënë kur jam te shkolla, ku nuk qenë ka shoqja ime, më mërzitem se nga që nuk e di me këtë los tjetër. Si e ka emër shoqja jote e ngushtë? Zoel. Zoel. Cila është loja e preferuar me Zoelin? Do me thënë ta kap unë atë. Tap, do me thënë. Okej. Ajvil, çfarë do zgjedhësh? Të imagjinat. Ajvil, këtu kemi një kështjellë. Nëse te kjo kështjella do ishte një dhomë ku shkruhet e dera që është ndaluar të hysh, çfarë do bëje? Do e hapje derën nga kurioziteti për të parë se çfarë ka brenda në dhomë, apo do vazhdoje rrugën për të parë dhomat e tjera të kështjellës? Unë do ta hapja derën. Do ta hapje derën? Po. Ke kuriozitet të shikosh? Po. Edhe nëse aty do thuhej që është ndaluar rreptësisht? Po. Çfarë mendon se do ndodhte pasi të hapje derën? Ku të hapja derën, do ta shikoja dhomën e ishte e pastër. Okej. Ky është kurioziteti jot. Po. Po nëse do ishte pis? Ta pastroja vetë. Do e pastroj vetë. Po nëse dhoma do ishte e pastër? Do të rria në dhomë. Do rria në dhomë. Okej. Çfarë mendon se do kishte brenda kësaj dhome? Vetëm diamant. Diamante. Do i merrje diamante? Jo, do i lera në kështjellë. Okej. Po për ty Ajlin, nëse brenda kështjellës do kishte një dhomë ku shkruhej që është ndaluar të hysh, do provoje të hyje brenda në dhomë për të parë çfarë kishte, apo do vazhdoje të shikoje për dhoma të tjera ku lejoj të hyje?
do dhe ike të shikoja të dhomat e tjera. Nuk do hyje fare të dhoma? Jo. Çfarë superfuqie do doje të kishe për 24 orë? Do me thënë, shoqja ime vritet edhe qaka, unë gjithmonë e ndihmoj edhe e mbaj për dorën, nëse nuk e qënë dot. Ti ke një superfuqi? Po, edhe i them zyshës, edhe nëse nuk ishte zysha e qetësoja vetë. Pra, nuk është e vështirë të kesh një superfuqi. Jo. Ndihet më e lumtur shoqja jote pastaj? Po. Këtu kemi një dragua. Nëse dragoj ka frikë nga diçka shumë e vogël, çfarë do bëje ti për ta ndihmuar dragojin? Do e pyetja se ç'a kishte edhe doja shkelja me këmbat të mjën. Okej, doja largoje një. Pra. Po pastaj? Pastaj duket se do ishim bërë shok. Okej. Ke frikë nga dragoj? Po shumë. Po shumë. Domethënë nuk doja afrohesh fare, nuk do ndihmoje fare. Jo së njoja. Okej. Ailin, mund të vazhdojmë më tej me imagjinatën. Kjo është një raketë të cilën ne e përdorim për të shkuar në një planet tjetër, përveç tokës ku jemi. Në cilin planet do doje të shkoje dhe cilën shok apo shoqe do zgjidhje që të shoqëronte gjatë udhëtimit? Do me thënë do merja shoqen time të ngurtë Zoel, edhe të dekim bashk në Mars. Në Mars? Po. Mendon se njerëzit mund të jetojnë në Mars? Po. Po. Aivil, ti në cilën planet do doje të shkoje? Në Mars, do të marja një shok që kishte emrin Aidan, edhe ikëm atë të Marsil që të kënaqemi. Aidanin që... Aidan. Ok. Kur të ktheheshe nga toka, Ailin, kujt do doje t'ja tregoje më parë udhëtimin që bëra? Do me thënë mamit, papit. Familjes. Po, familjes. Po t'ja Aivil? Edhe familjes, no. Këtu kemi një pyetje me ngjyra, ylberi. Nëse gjithë bota do të kishte një ngjyrë, cilën ngjyrë do zgjidhja? Ngjyra Leila. Leila? Po. Nëse gjithë bota do kishte një ngjyrë, cilën ngjyrë do zgjidhje ti që të kishte bota? Blu. Blu e errët? Po. Se të pëlqen ngjyra blu? Se ku ngjyros unë, ajo më del më bukur. Ailin, çfarë gjë e vogël të mërzit më shpejt? Do me thënë në ushimet, kur diçka ka në shkollë që unë nuk e haj, ma marrë aty në një gjë tjetër. Të mërzit? Po. Ushqimi që nuk është i preferuar për ty. Po për ty, Aivil, çfarë të mërzit më shpesh, që është një gjë e vogël por që të mërzit? Ku shoku më flet mua, hajde me mua, unë nisem një odhvis, jam i mërzitur. Ajo më ndihmon mua, edhe unë jam i kënaqur e lodh me shokun. Okej. Çfarë të bën të qeshësh, Ailin? Një gjë që të bën gjithmonë të qeshësh. Me thënë kur motra ime kërcen, mama bë ka shumë për të qeshur. Çfarë të bën të qeshësh te motra jote? Do me thënë luviska, kështu gjëra të tilla. Okej. Përveç kërcimit, çfarë bën ju të dyja bashk, më së shumti? Kërcen, do me thënë rrotullohemi bashk. Çfarë të bën të qeshësh, Aivil? Ku motra ime Emily, ku do të dalë shëtitje me mua, unë nisem babit më të dalë me shëtitje me Emily, unë nisem babit po më sa po, ose jo, po dola unë, më lënë, po dola unë më
Më të dalë shëtitje me Emilin. Okej. Po çfarë të bën të qeshësh? Çfarë veprimi i Emilit të bën të qeshësh? Ku të hidhet në divan. Kur hidhet në divan? Po. Vjen për qeshur. Po, Po shumë. tjetër? Ajo, unë ku hidhem në divan, Elen Emili qesh me mu. Po keni një lojë tjetër që ju e bëni gjatë gjithë kohës bashkë? Jo, Jo. jo, asnjë gjë. Vetëm jastëk. Me jastëk. Po. Loja me jastëk. Si luani bashkë? Me kush e hedh më mirë jastëkun. Kush e hedh më lart apo më mirë? Më mirë jastëkun. Ju të dy keni pasur shumë momente të bukura bashk. Cilët kujtoni si momentet më të paharrueshme në Primos? Që i keni shijuar? Koha e traumatizimit. Aha, pse të pëlqente? Se nga që aty kishim bërë shumë lojra, kishim bërë me lojën me kësull kuqe, rolet me kësull kuqe. Ne sot luajtëm 4 lojra të ndryshme, duke qenë se loja është një pjesë shumë e rëndësishme e fëmijëve. Ailin, ke një këshill që do doja t'ia jepje shokëve dhe shoqeve të tua sot? Mos të më bani pinate me njërin tjetrin. Kur luani së bashku? Po. Okej. Po ti Aivil, çfarë mesazhi do doja t'i jepje shokëve dhe shoqeve? Të luajmë shumë në natyrë. Okej. Ju pëlqejnë lojrat sot? Po. Okej. Cila lojë ju pëlqeu më shumë? Shkolla. Shkolla. Do riktheheni sërish të luajmë një ditë me të gjithë shokët dhe shoqet që keni pasur në Primos? Po. Okej. Do jepni përshtatim njëri tjetrit prapë apo jo?